Telat e zemrës ti mi ke prek, jam përvëllu mas te je krek, se vetëm ty atë kam jet. Hajde dashni ti mos unaj, kalle krejt venisim ke kam, se vetëm ty krejt i fal. Dashni si kjo e jona, as jo nuk e ka. Një dashni si kjo e jona, as jo nuk e pa. Ani qika e janana, me shuplaka. Ani qika e janana, sot është nata krejt. Leta din se, leta din se. Telat e zemrës ti mi ke prek, jam përvëllu mas te je krejt, se vetëm ty atë kam jet. Hajde dashni ti mos unaj, kalle krejt venisim ke kam, se vetëm ty atë krejt i fal. Telat e zemrës ti mi ke prek, jam përvëllu mas te je krejt, se vetëm ty Shkoj! atë kam Një, dy, jet. tre, Hajde dashni ti mos unaj, kalle krejt venisim ke kam, se vetëm ty krejt i fal. Hajde gaz edhe para, për një qef edhe sërta, zjarë tu pan edhe tajre, s'ka si ju e s'ka si ne. Hajde gaz edhe para, për një qef edhe sërta, zjarë tu pan edhe tajre, s'ka si ju e s'ka si ne. Quna goca filloj vena, po na presim pun të tjena. Lere se drëti më njan, koha i kën si duan. Amor djalo Qke me mua, tjeta ka të që dua, e kam thëm të parë ka, njëri që të tjetri qa. hajde gaz edhe para, po një qef edhe sevda, zjarë tu pan edhe tajre, s'ka si ju e s'ka si ne. Hajde gaz edhe para, po një qef edhe sevda, zjarë tu pan edhe tajre, s'ka si ju e s'ka si ne. E lash në gjysë mandej kur e nisa me qitë një Golden Eagle, e kemi nisë këtë emision në mënyrë më të mirë të mundshme me një kështu ekip që na kanë ardhur sonte prej Tiranës, vajza dhe djemë të ri që janë super virale dhe pe bojnë punën e vetë që shumë mas miri. Orgito bashkë me shok dhe me shok që sonte na ka ardhur në emisionin Kosov Show. E kena pas plan moti me bojnë emision bashkë, po kismeti, domethënë po dashke me ardhur me bojnë emision. Ma mirë tash domethënë, ma mirë tash. E pat qysh i filloi ky emision, sonte kam bënë natë gatë për neve, po një natë mirë dhe për ju që po ndjekni këtë emision
të përjavshëm sepse përveç këtyre që i pom duke ndu, kemi edhe këngëtarë tjerë, e kemi një super band që na kanë sonte nga Tirana e kanë me kallë deri mëngjes. Mirë se na keni ardhur. Mirë se u gjetëm. Tregona kush janë djemtë dhe vajzat me ty bashkë. Atëre po e nisim nga djemtë, vajzat i lëm për për pashti kanë djemë tash në këtë kohën. Mbëlsirat më në fund. Sigurisht. Atëre ky është Bojken Yzeiri, studion në liceun artistik. Mund të flasësh dhe vetë. Bravo, më Bojken, po. Falë më vëlla. Po, mandej? Ky është vllai im, Vllau. Daniel Dapa. Që i ku para atje, që ishe. Po. Okej. Edhe ky te liceu. Bravo. Vajzat. Vajzat. Edhe vajzat e liceu. E të liceu. Po, të gjithë nga aty kemi dalë. Bravo, do më thonë I janë... prezantoj është Angela Prekola, Angela mirë se erdhe. është Amela Qemalja, edhe Irina Limaja. Irina, mirë se erdhe. Do më thonë, këta janë një ekip që i kena po shpesh në për rrjetet sociale, çdo këngë që e bojnë këta të rrugat, të shkollat, të lokali këta e bojnë super viral. Ku janë nisë mi bojnë të punë bashkë ju? Kush ke ai që e mur iniciativën? Unë e kam nisë të liceu, po. Ti ai dhe më thonë ai, na i thojmë Kosovë Kallauzi. Me kitare, fillimisht, Po, vetëm kështu me ato coverat, me ato... po, Edhe, si më shkollë, mo, i them Bokut, hajde Bojken t'ja Hajde nisë këtu. një këngje për TikTok, marr gosat, Amelën, Anxhelën, Irinën, i mora të gjitha. ju jeni në shkollë bashkë, do më thonë. Po. Kretë... Do më thënë, unë, Irina dhe Anxhela e kemi mbaruar, jemi në Akademi të Arteve. Po, tash në fakultet, që i Po, themi në shkollë këtu, të artë. po quhet akademi. Normalisht, Bojkeni, djegët e artë Danieli janë dhe akademi. Amela janë të liceu akoma. Hala të artë, dhe më thonë, të fakulteti, ka ta avash vinë edhe këto, perfekt. A shkoni bashkë edhe kur luftojnë në koncerte, në evente? Të them të drejtën, nuk kemi Halo, s'ka arma, jo? rastisur, Vjen tash, më thonë. avash. Mas këti emisioni vjen, më ta mëni mi Po, pas normal që- këtë grup bashkë me një fest, apo me një event bashkë kështu. Patjetër. Shumë bukur. Kena pas shumë mesazhe kush është vajza me kapelet e ato këngë që keni bëju. Vajza me kapele është këtu sonte me neve. Tregona kush je. Dua trokiti e u Prezantoj, më thon kolegu yt, Orgito, po tregona kush je. Ti të vet tani. Pse e bën kapelen? Domethën pse je në video aty ku nuk shifesh tamam, domethën tregona kush je për publikun. Unë jam Irina Limaja. Po. Pe cilët vjen më je? Pe cilët vjen je? Unë jam nga Burreli. Po ti je Kosovës, më domethën Shqipëria e Kosova janë një vend. Po na këtë pjesën veriore dyqysh si e dojmë pak më shumë nështë ta. Te liceva te akademia tash. Kam mbaruar liceun, tani jam në Akademi të Arteve për kanto. Bravo, do më thonë ty të kemi një artistë të modhe ka dal. Të mirë field. Të mirë field. Mirë field, po pra, një soprano. Shumë bukur. Unë e kisha pas qef me këta kena me ndëgju sante Orgitun ka me lo, do më thonë, ky nuk vjen Shqipërinë një jo, kam rajtë këtu. Se kam janë zerë rejnyrën, zëmina. Kisha pas qef me ndëgju ves ty një kongë duhe këndu. A ta këndon një kongë sante? Po. Cilën? Me mikrofonin? Do këndoj këngën e Eli Malaj, Jeta vazhdoj. Jeta pra vazhdoj. Bravo. Elin e keni të këndu e kënon këtë kongë briljant. E ka kënu këtu mandej Eli. Dhe i bojmë fala prej këtu. Maestro, a mujna Jeta pra vazhdoj të Eli Malajt me pas sonte live e me në kënu vajzat që po e studion kanton. A thash mirë? Po. I mirë, bravo. Jeta pra vazhdoj, kujtimet më vim pas. Kjo dashuria jo mbaroj, o me të më nuk flas. Se shihemi shumë rallë, shkëmbim nga një shikim. Se ti kom bo halal, ke qenë shpirti. Se jeta pra vazhdoj, kujtimet më vim pas. Kjo dashuria jo mbaroj, jo me të më nuk flas. Se shihemi shumë rallë, shkëmbim nga një shikim. Se ti kom bo halal, ke qenë shpirti.
Aty në shtratin ton të vjetër, unë do të ndaj me dikë tjetër, por imazhi jote mua shpesh më shfaqet dhe pse s'dua. Në këtë shtrat më puthje mua, dëshmitar shtrati dombes. O më ka thënë shumë herë të dua, dashuria kur nuk vdes. Se jeto pra vazhdoj, kujtimet më vin pas. Kjo dashuria jo mbaroj, jo me të më nuk flas. Se shihemi shumë rrallë, shkëmbim nga një shikim, se ti kom bo halal, ke qenë shpirti. Se jeta pra vazhdoj, kujtimet më vin pas. Kjo dashuria jo mbaroj, ah me të më nuk flas. Se shihemi shumë rrallë, shkëmbem nga një shikim, se ti kom bo halal, Ke qenë shpirtim. Hale! aty në shtratin ton të vjetër, unë do të ndaj me dikë tjetër, por imazhi jote mua shpesh më shfaqet dhe pse s'dua. Në këtë shtrat më puthje mua, dëshmitar shtrati dombes. O më ka thënë shumë herë të dua, dashuria kur nuk vdes. Ju lumt, jeni ekip fantastike. Bravo Çuna! Ju lumt, bravo. Qështu, djemë dhe vojza treja, do më thonë, kur ka talenta shumë, ky emision ka me vazhdu gjatë, ka mundru moderatori, ka mundru plot njerëz, ka me vazhdu prapë emisionin, se këta nuk lojnë me nalë emisionin, do më thonë. Unë në rona se më hekin, shkojnë shpi, mandej dalë në penzion. Shpëtim, kë emision s'ka kuptim pa ty. O, që ka një të pit një tjetër në nanë. Nuk e një njonin ti. Ka ma njoni këtu mu, keni me më harru shpejt. A jeni të kalu mirë, unë nuk knaqë Për zotin po. Sigurt? Valla. Vajza mirë? Shumë mirë. Sigurt? Bravo. I kam për të parë këtë emision, dhe më thonë edhe po kam qef me i trajtu sa ma mirë që moj, se janë tri, janë generatat e reja, duhet me i përkra dhe me suportu që këta me pa sa ma të letë këtë rrugtim. Dhe sa janë në akademi dhe në shkollat muzikës, pa dyshim që s'kam ju mungu suksesi. Cili këngëtar pëlqen ma shumë ti, Jorgito? Mos i babi jytë. I çfarë rryme? Sa në të mungon babi, po vjen ai herë dhaj. I çfarë rryme? Ha? Çfarë rryme për shembull? Qile ndushti? Qile së rrym? Atëherë do them një emër që ka lënë shumë gjurmë në muzikën shqiptare. O gjallë? Po. Në shqyqyrë mas pajse në Gjallë, po teshtove. ka një pauzë Ai për pauzë. momentin, por Okej. që mendoj që kur të rikthehet ai problem do jetë për artistat e tjerë. O, a? Edhe ai është Flori Majesi që e A, përshëndes shumë. Flori është... Flori edhe kur nuk ka prezencë është këtu. Do më thonë, Flori edhe kur s'ka na i projekt tri, Flori gjithmonë është te publiku i krejt shqiptarëve, sepse është mjeshtër edhe i këngës edhe i këndimit. vërtet, shumë. Fantastik. Po më pëlqen kjo, ose ky formati ju që keni zgjedh, mu bo bashk 3 vajza, 3 djem, a keni me rrit këtë numrin, a keni me kështu 6 vazhdimisht? Po, shpresojmë që do të arrisim. Keni me rrit, a? Tani është në dëshirën tonë kjo gjë. Ah. Nëse duam, do bëhemi. Nëse s'duam, A është zor me gjetë më ndaj kështu zor nuk talentum? është, por duhet shumë punë. Normalisht. Duhet punojmë shumë që të arrisim aty ku duhet. Si e po ti emrin vajza në mes? Jepja mikrofonin pak? Amela Qemalia. Anela, apo? Amela. Amelia.
Përndryshe është vajza e mjeshtrit Sharkis Lirit Keti që një bajt fala prej këtu. Dhe s'ka të regu dhe tash që është vajza ati, unë e kam taku ma herët, po e kam harru se jemi taku moti, ko ka qenë pak ma vogël. Edhe Liri, ti e din. Une, cilin këngë keni me laknu tash edhe një? Edhe i pjesë të vogël mandej me shku me marketing. Kemi një refren të këngës të Bojkenit, që e këndojmë të gjithë këtë bashkë. Para si me këndu këtë refrenin, pa gabime. Para si me këndu refrenin, unë kam obligim me i falendru partner tonë që mojnë këtë emision, që janë Cima Construction, është kompania më e madhe në Kosovë që ndërton. Do më thonë, ju për i Shqipërisë, e ne do me tu në Kosovë, Cima Construction është adresa ma mirë me blej shpi. Më thonë, ju thënë i shpi, ne i thënë banesë në Kosovë, apartment. Me mundësit pagesës me keste mujore. Ska nevoj me shku në bankë me marë kredi, po kestet i pagun direkt tek ndërtusi. Pijen zyrtare që kemi këtë emision Golden Eagle është energji full, edhe kemi naturalin që është 100% pa sheqer se iftarin tash e bojna me natural edhe normalisht në syfyr e pim një natural për hidratim të trupit, është prodhim vendor, këtë energjin, këtë Golden Eagle, këtë simbolin me Shqiponin ton që është simbol i këtë shqiptarve, e takojmë këtë pijen në shumë vendet botës, prej Evropës dhe në Amerikë, në Australi, në Kanadë. S'po flasë mo për këtu vendjet e lindjes që ka fillu me u dërgu me të madhe. Po shkrenari kur e shohim pijen tonë në shumë vendet botës, Golden Eagle, pra është energjia, shpirtit. Ariani kompani është brendi ndërtimi në pjesën veriore të Kosovës. Mitrovica dhe Voshtreja ka përfundu. Ta që ka në ardhë në Prishtinë, ka ardhë me një ose me disa super komplekse që mundi me pas një banes të andrave në komplekset e Ariani kompani. Garanton për cilësin është standardi lartë evropian. Kështu që Ariani është pjesë e pandashme e banorëve të Republikës Kosovës. Ata që dojnë mu bo të bukur, mund me shku në Diamonds Klinik me aparaturën ma moderne të kohëve të fundit, me dhjetra tretmane për lëkurën tua. Ju që doni me u bo tash gati për verë, nuk ban ka pakalu ka Diamonds Klinik, sepse koha e nxehtë po vjen, lëkura duhet mu mbrojt tash për diellit, është obligim tash me shku të Diamonds Klinik. Mos e lene pa shku tash koha e zbritjeve pranverore është prezente. Vazo produkt jonë është në Miloshev, prej Prishtinës 7 minuta, mundi me i gjithë vazot më të mira për shtëpit dhe për vendet ku jetoni. Tash koha pranverës pa lule, dhe më thonë nuk është mirë më jetu. Lulja është edhe zbukurimi i ambientit, por edhe nevoja jona për me në dhonë sa ma shumë oksigen. Vazot janë fantastike, brendi i ri i vazove në Kosovë ka prodhu këtë kompani shumë kohë për Gjermani, tash e ka të drejten edhe për Republikën e vogël, por simpatike Kosovën tonë të dashur. Me u rregullu me i prej flok në flok edhe me pa çdo javë emisionin Kosovë Show. Ju dua fort. A shkojmë me këtë refrenin e juj? A e bojmë refrenin? Qa të kënojmë se arroha. Refrenin? Ato të bukrin, sak që se të bojmë. Po. A jemi gati? Si sa ka. Mirë. Një direkt. Fotografinë e kam kujtim, sa ere shohën di shkënim, çdo ditë e vuju notin vaj, për ty qaj. Fotografinë e kam kujtim, sa ere shohën di shkënim, çdo ditë e vuju notin vaj, për ty qaj. Fotografinë e kam kujtim, sa ere shohën di shërim, çdo ditë e vuju lotin vaj, për ty qaj. Fotografinë e kam kujtim, sa ere shohën di shërim, çdo ditë e vuju lotin vaj, për ty qaj. Bravo!
Ky ka refreni fantastika? Ky ishte. A ky ishte të më ishte. thonë, do ta bëjmë refren tash, bravo. Bravo jemi çuna, pa prova. bravo. E jotja ka nga, ha? Po. Sigurt? Shumë sigurt. Ja, nuk të besoj. Ta vlen Faleminderit shumë që keni ardhur kështu sot kaq të organizuar, kaq numër i madh i njerëzve. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 vet na kanë ardhur prej Shqipërisë me një autobus. Ne themi autobus, bus i vogël pak. Shkojna me pak marketing dhe ta shtim me iknu këto, a e dëna me lodhë pak? Ato hitet që i ka të vetat. Orgito gati je? Ma, do më mënduj, hera? Ti kishim lënë për më mrapa, them unë. Për nesër? Ani, ban. Se këto do rinë që do rinë. Do rinë që do rinë, po, këtu janë. I Marketing, vjen për themi pas mbrapa. pak. Hajde, marketing. Okej, perfekt. E na kthim me një super instrumental, son dhe kam Mikelin, një mik temin që na ka prej Tiranës. Mikel Osmani për dysha e ka bendi Osmani, po son dhe i kalon të shtëpia me ujë shpinë. Mandej kam ardhur para me krejt ata vet që i ka me bendin e vet. Ky është djalë fantastik, instrumentist i mrekullueshëm, po të gjithë atje kemi Ledin e Durrësit që është djalë i mrekullueshëm. Orgito, na i prezanto kush është sonte me neve në bend. Patjetër. Shpejt. Shko atje, ik atje. Po. Ik atje, dreq. Po e nis nga Roni. Bravo.
Ky është Roni nga Tirana, muzikant shumë i mirë, artist. Shumë bukur. Është maestro i madh, Ledi Durrësit. Një dorë rokitje ju lutem. Patjetër. Po ashtu kemi Valterin me bas më të mirin toni. I lumt. Ama ka dhe gitarën fantastike sonte. Një maestro tjetër, Ha? që quhet Gen Osmani. I vllai i Mikelit. Bravo. Po ashtu është dhe një talent i vogël, Ha? Me qyp. Erxhan Luka. Bravo. I lumt. Ktheu këtu. Tashi, Po ti kush je? Tash, tregon. kanë ngel dhe Ha, kush ka met? Vajza, ai ke edhe dy Çunat këtu. këtu. Po, patjetër. Akbo. Ha. është Elvi. Ka qenë këtu. Ky është Elvi Luka, Ka është qenë këtu një disa herë. talent, një shoku jon, një vllai jon, Bravo. që është dashuri. Bravo. Ha? Është Gjersi Sula, Sheqeri. një djalë Me violin. perfekt. Nga çfarë do lloj ane? Shumica prej këtyne që janë sonte me neve kanë qenë edhe vinë vazhdimisht këtë emision, sepse ky emision është për gjithë njerëzit që bën muzikë të mirë, edhe këndojnë mirë. Edhe kush këndon mirë na i nxjerrin mirë, domethënë. Pra në fund po, ata që janë të mirë, domethënë kanë vënë gjithsesi këtu. Ti kush je tash, tregona? Unë jam një këngëtar, Po, kështu mo. pikujna ke trashëgu muzikën. E kam të trashëguar nga familja ime. Kush këndon nga familje? Babai. A, babajt këndon aty, shumë bukur. Cili është babaju, tash sa për informacion? Është Bledar Daba, këngëtar i muzikës shqiptare popullore. E si ku zënë ti marrë këtu pa babën fillimisht? Po mirë, do flasim pjesë tjera për këtë punë që ke ardhur vetë, pa babën pa pyet ka ardhur. Ka ardhur pa pyet, Mikel. Kështu që muni mos me përcjellte në fund sonte, me lanë pak me boj dënim, kështu do ta lajm pak kështu mirë. Mikel, shkoni te vendi juaj, Orgito ule aty ku ishe më herët se mandej e kemi një këngëtar që na ka ardhur dorën zemër, shumë këngëtar kem sonte, po të krejt për Shqipërisë. Unë e thamë që Shqipëria, Kosova e një, po thashtë ta marrim bushë një të këtuit, busha mujte. Valloj që A ka më të folë për zdyt si kratë, që shje Jo, është më së më në. Mos u elkon, që shje bushë. I shkon të vetë e mora nga këtu. I shkon nga studios. Mirë, falemderit. Bushe, që shje? Mirë, falemderit. Baba mirë? Mirë edhe babin e kam mirë. I ka lej gripi? Falemderit që i interesu për Bravo, babin tam. bravo. Mirë e kam edhe babi me shëndet edhe falemderit për ftesën prap. Unë kam derin edhe kënaqësinë që vi për herën e dytë, pas 10 vite, se unë kam qenë të Ti publike para për ndryshe që ke vushja publike dashur për 2027 nuk ka datë li për dasëm. Muni me thirë, po për 28-ën e tu, shumë dasë ma vushe, sa i ki po krejt në qitë vit që po vjen? Kem, elhamdulillah kem. 200-300? Jo. 200-300? Jo, 200-300 si ka kërkosh, besoj. Jo, si ka se s'ka ditë, dhe më thonë për 200-300. S'ka dhe ditë edhe ndëgjo, unë mendoj se një këngëtare ose një këngëtar vetë, do më thonë me imboj dosmat, dhe në 40, besoj 60 dikush që thot i kam, unë nuk e di, unë s'moj mi kry 60, i kam që aty 40 dasma. 40 diçka. Kusur. Logajte 40 Që herë ty 6, pak e shumë që aty pari. ka 6.000 euro dasma, plus bakshish 4.000, 10.000, Jo, 40 dasma 400.000 euro. Nuk janë shumë për mrakli. Jo, se kemi ka Apo më tregon sinfore kështu, sa që mimi dasme se me ty bëj laf shlirë. Besoj që i kam një qmim të arsyeshëm e dhonë, edhe Simpatik. krejt për vendin ku jetojmë, besoj është çështje arsyeshëm, Po, edhe unë e kam një qmim të arsyeshëm. shmim simpatik. Simbolik. Po, simpatik. Simbolik. Bravo. Që shenë çmimet ju në dasma, a shkon dasma Orgito? Po, shkoj. Shkon, a? A martuar në Shqipëri, a? Shumë. Okej, shumë mirë. Shumë. Më pëlqen. A ka shumë dasma? A i konë në Kosovë dasëm? Jo, një herë mos gabohen, po, A ka një pëlqy? herë kam qenë. Isha me babin Biles. Më pëlqeu shumë atmosfera e njerëzve Po. që do të thënë gjithë këngët i kërcenin, nuk e kishin Na problem. kthej me lajme këtu, e fut lajmet. Na jemi shumë kështu të hareshëm. Si do me motin, të kësi me motin vushe pa. A kështu në herë motin që është nesër për shumë? Jo, kur një. Aso në kur një se këshyri. Një se këshyri, kur qona më në gjasë në Qirë shak. ma qatë pjerë, E sha është mirë, a nuk është mirë. e vërtet. Valone për vitë se këshyri kur. Aso në kur një, a Dikush pa e laksyr? Urdhna. Pa laksyr, qëfar pytit poshtë, E laksyr kam pak shtu. A, t'ju në kitë famë gjysysh, a qëta veç kësyr. Haj gore, po pa jo, as një unë. Lëma As nuk shkrim. qas, heqe, nuk kom e kështu Me jam. fërin, a fërin? Jo, heq me Jo. këtu. Mon këtë Ramazan. Jo, ma qëfar. Jo, me fërin është mirë, s'ka lidhje. Jo, në me këtë sanë. E vetë me këngëtara që këtë parë shkajmerë, ja e babës. Po. Halo, a? Qashtu? Ndëgja,
A din qysh, dhe do më thonë, ja kena dhonë edhe prapë vazhdojna me mbojt familjen si krejt. Bravo. Mirë po, tash për nejmon banka. Ka ndru sana. Ama llogaria në mend babës është. Po. Kush i marrën parë të shtëpia? Teja baba? Baba. Baba? Ajo është baba i parë domethënë. Mirë vushe? U knasëm. Mirë. A nam në herë vushe? A nam në herë kështu? Jo, se kam natyrë, Por, me nam, zotin. po me takup që thëjnë cullën e barkë. Po, më taku shpirtin Ka kështu. mundësi në herë, se nani jemi njerës pi mishit, pi gjokët Çfarë fjalë culla? A dini çka është culla e barkut? Ju të Shqipërisë? Nuk e dini? Sigurt? Jo. Asnjëni? Fare mo. Ë? Qa Fuli barkut jo. Nuk se dini hiç. Jo. Culla e barkut është këtu, kërthinca, domethënë ai. Jep ja mikrofonin pak vajzës, cila vini më shpesh në Kosovë për juve. Po, e frekuentojmë Kosovën shumë Ah. shpesh, na pëlqen. Për më, çka? Po, çdo gjë që rrethon Kosovën. Okej. Patjetër, pse jo. Sa herë vini? Kur keni qenë herën e fundit? Para një muaj kam qenë. Një muaj si një kanë. Prishtinë, po. Po kemi dhe punë tani. Në Kosovë nuk rrim këtu kot, po çdo të kenë rrim atje. Domthonë, vusha kur i kam pardje, sigurt. Jo, me thonë drejtën, unë me Shqipëri nuk është që kam shumë kontakt. Më tregu shumë drejt. qenë një si ju? Ngone? Jo, më po tregoj, në Tiranë kam kanë para një, me thonë, 3-4 muaj ashtë e në bo, që s'jam kanë. Edhe më duket më s'jam kanë për 28 nëntor, po nuk jam shumë e sigurt. Na në Kosovë që jem, edhe festën e Kosovës pavarësisë e festojmë në Shqipëri. Para mendoni çfarë? Domethënë edhe 17 shkurt në vina në Shqipëri e bojnë festën. Cila po rini në Kosovë tash me jetu këtu për jetë? A kështë jetu në njëna vjuve në Kosovë? Po varet, Hë. edhe ndoshta. Çka duhet me pas ju këtu për me jetu? Varet ofertat. Po, Pa oferta më? Pa oferta. Kështu. Ë? po varet tani oferta, po të janë puna. shumë gjëra, ku do puna. Jeta. Për cilët veni në jeta. Shqipëri? Unë, Ah. nga Dibra. Di, brane. Çpas një me na qarë edhe në poshën më Po, vonë. po. Çka po të shkruan këtu? Këtu, Po. janë vitet e lindjeve të vëllezërve të mirë. Bravo. A të dhozën ki? 2. A mendova që çdo numër një vëlla. Jo, jo, Pas se janë 25 shumë, janë vllazën, shumë. shqyr. 2. Shqyr thash zotit. Po tjetra këtu? Art. 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 Po. E ky gishti këtu? Kjo është A. A. Emrin pra Angela, thjesht kam bërë inicialin. Do të thonë është iniciali i emrit tënd. Po. E kjo lulja Po. mbi emrit. Jo. E ça? Thjesht kote kam bërë këto. Thjesht kot, po, dhe kot. Pëlqeu dhe e bërë. Bravo. Do të thonë Kosova ju pëlqen. Po, E doni? patjetër, po, Muzikën shumë. e Kosovës e ndëgjoni? Po. Ta mërë mes jem duhet na 800.000 mili e largë. Domthonë jemi këtu një orë gjys. Një orë gjys. Ndibër, një orë ndibër je. A këtu ja? Më falë se nuk po. Më falë zemër të kam. Më falë se pas në harru djalin krejt. S'ke mikrofon. S'ka mikrofon, s'ka. Ma mirë. Shumë bukur. Ka s'ke person të natën e mirë, jo. Tash kemi na këndu. Ato hitet tua që i ki të bukura. Patjetër, me gjithë kënaqësinë. Ha? Ki këngë të mira për zotin. Kush i ban këngë tua? Po producentat. Po, për ime, bravo, producenta shumë. Ma bëjnë shpesh të këtë pyetje. ministrisë, figurës tash në i ministër në kështu. Jo, ma bëjnë shpesh këtë pyetje, domethënë se shumicën e këngëve. Këndova që i pan vetë i kështu. Jo, i kam me dashuri me kështu, po të them drejtën s'kom ra në jenë dashni, deri tash. A hala, a? Ala. Den kismet, Inshallah mër. bim me Den kismet, mër. njeriu në dur. Inshallah, mër. A jetu e lyp? Ka të bëj shumë të tekstet. Nëse si e i lënduar, i kështu nuk t'jepet me bo. I vujshëm, po. Na i kompozim, po. A hala, s'ke gjithë dashni në jetës, a? Jo. Kemi ko. Jemi me fat, mër, bu. Sa Jemi me duash. fat. Vajza, e një ju mbi 18 a 19? Ti po. Vitet 18. Të trijat? Unë dhe Po. vajza. A, kjo është e Kjo po vogël. i bon afër është. A i edhe ti e pa fatë si Orgito në këtë Në pjesë? drejtë nuk është se e kam lyp, E ke lyp. edhe se kam Se ke gjetë, gjetë. kuptoj, ja. Aha. Jam shumë e hatë. Dhe në kismet. E. Dhe në kismet. A kështë mori Kosovarë? Po pse jo? Të mirë janë. Po të mirë jam, me vërtet jam shumë të mirë. Ha? Janë të mirë pak, janë pak kështu me kokë. Ti e veriu. Mirë, hajde se i zbusim, po ha. Pa muk të i bo. Okej, a je gati me na këndu pak? Gati se kur, më. Cili është djali ja undra të bo? Hajtë mos jem të bo laf kështu karshi. Djali jondrave të mija. Po. Qështë ke idealizu ti një djallë që keme pas fatë? Po tani, thjesht të mblersoje për këtë që jam, asgjë më shumë nuk du. Po, Kupto? asje me shumë. Të mblersoje Po. për këtë që jam. Po. Nuk du pallate. Edhe të këtë lek. Po lek të shit. Po s'pati aj, do ke mund.
Njoni nga ne të dy nuk do jetë keq, E kupton? vërtet. E. Se muzika Edhe nuk lën. bukuria ka të bëjë. Muzika nuk e lën pa lek. Muzika nuk lën shumë pa lek, domethënë. Ca Ai lek, sa me ongër buk mirë është. 40 dasma, 30 dasma, domethënë është atë është nuk është keq. A shkon për dasma ti? Jo, jo. Pse? Po s'kam vazhdu akoma. E kur kur të martohesh? Ja, kismet, Dhe avash në avash. kismet. Po. Orgito, apo vazhdon me na këndu? Son të këtu është Orgito Dapa. Për zjarë. Bravo. Hajde. Zoti pas ka shkru me unda me ty, me unda me ty. Sot dhe 100 vjet, mos me t'pa me sy, mos me t'pa me sy. Zoti pas ka shkrujt, 2 fjall me t'i than, 2 fjall me t'i than. Gjyna e të tu, as deti nuk i lan, as deti nuk i lan. Çdo njeri që bën gabime, kjo është e vërtet, por tradhtia nuk të fale, asnjëherë në jetë. Çdo njeri që bën gabime, kjo është e vërtet, por tradhtia nuk të fale, asnjëherë në jetë. Zoti pas ka shkru me unda me ty, me unda me ty. Sot dhe 100 vjet, mos me t'pa me sy, mos me t'pa me sy. Zoti pas ka shkruj, 2 fjall me t'i than, 2 fjall me t'i than. Gjyna hete tu, as deti nuk i lan, as deti nuk i lan. Michele Osmani! Zoti pas ka shkru me unda me ty, me unda me ty. Sot dhe 100 vjet, mos me t'pa me sy, mos me t'pa me sy. Zoti pas ka shkrujt, 2 fjall me t'i than, 2 fjall me t'i than. Gjyna e të tu, as deti nuk i lan, as deti nuk i lan. Tani po jetoj me kujtimet që më le, koha po kalon dhe më faljo nuk më the. A nuk e shikon kjo zemër për tyre, po jetoj një gjysëm jet. Kur ti më doje, se më lëndoje, sa t'kam dashur ty, pasha këta 2 sy. Shkoj! Sa t'kam besu si kur ta dije, ndër e bukur por ti ke. Sa do të doja të më prisje, se si unë dhe ti s'ke me pas një. Hajde Jersey!
Tani po pestol të shosi po kërzem Tjetër për shafon dhe syte konike A nuk e shikon, jo zemër për tyre Po jetoj një gjysëm jet Kur ti më doje Zemër lëndoje Sa t'kam nashtu më ty Pasha këta dy sy Sa t'kam besu si kur ta dije Ndër e bukur portike Sa do të doja të më prisje Se si unë dhe ti s'ke me pasi Sa t'kam besu si kur ta dije Ndër e bukur portike Sa do të doja të më prisje Se si unë dhe ti s'ke me pasi Dua ti them asaj Zemra duke në faj Di kur jemi dasht Nga një herë shaj Dua ti them asaj Zemra duke në faj Di kur jemi dasht Nga një herë shaj Unë me ty nuk jam tani Dikush tjetër është me ty Atë për këdhelaj Jo se di Unë me ty nuk jam tani Dikush tjetër është me ty Atë për këdhelaj Jo se di Bravo! Kur mos ja trego Ditë që kalum Nga njërë kujto Sa shumë u dashurum Kur mos ja trego Ditë që kalum Nga njërë kujto Sa shumë u dashurum Unë me ty nuk jam tani Dikush tjetër është me ty Atë për këdhelaj Jo se di Jam tani, dikush tjetër është me ty Atë për këdhelaj, jo se di Dikush tjetër është me ty Atë për këdhelaj Jo se di Unë me ty nuk jam tani Dikush tjetër është me ty Atë për këdhelaj Jo se di Bravo! Faleminderit. Jeni grup fantastik. Dhe më thonë, kështu grupe fillimisht ta janë shoqni, mandej kanë vendosur me kënu bashkë, i bojnë ato video që thash fillim fantastike. Faleminderit. Sa ma shumë grupe kështu të rive, aq ma e mirë është jeta, se jeni plot me Pa pisliqe. Hare! Ky nuk e di çka ka. Ja i mirë është, kjo është qëni mirë. Unë po të një mjafton. Unë po të më stanin. A i du knaq.
më shumë se shumi. Bra, do të thonë është u knaq. Mikrofon si kemi lënë se flet shumë, do të thonë jemi të kujdesshëm, po është u knaq. Vushe, ti e din që Kosova, Shqipëria ka shumë gurbetçarë, domethënë. Ata gurbetçarët janë për neve vllazët dhe motrat tona, edhe na spaku një këngë në emision ja kushtojmë këtë diasporës mbar shqiptare prej këtu e në Australi, atje në Amerikë, Evropë, Skandinavi, kudo që janë, pej këtu u bom të fala. Për na këne ka gurbeti. Po, me shumë knaqësi e këndaj, se pa gurbeqarë s'kemi jetë në këto. Jetë kemi, ata janë shpit vetë këtu, po ata janë Janë këmbëlsira. Terapia ju në ma mirë, po, bre. Ajo ki pa para që shikane. Jo, bre, nuk është puna për po, vallaj, është, po, që shbomi në sa. Jo, e vërtet. Ndëgjat, e ke po, për shembull, unë po flasë për Ferizojnë, qytetin tam, Verës, Jasha Ferizojnë, kur të vinë gurbeqartë, mërgjimtartë, kur të na vinë prej diaspore, prej mërgjimit, është gjallëni kudo që shkon, ki knaqësi me dollë. E vërtet. Në heb brëbëhon të dasëm, a ke pa? Në heb, gjithë kon. E vërtet. Edhe pa ta kësë kokë knaqësi, definitivisht. Shumë e vërtet është. Unë kisha do dasëm ata 17 u vreke, aja mungesa se... Gurbeqartë kur vinë na përdosma knoqen maksimum, a i kuptan? Na këto jemi edhe na përdosma fort edhe nuk bëjmë shyra se jemi kjo. Jem na bro, të ljatë, jem na na të shkret, jena këto rëp, jena e vush edhe. Shkurt, me na këshyrë, mos e pas zot, me na shu, adhe me na këshyrë në kolet. Në më thonë, valloja një se ka si fëmija për vushe. Ata ku ka vinë dëshyrë. A ki nevojë, thore sa? U hale me vushe, bre, që a ki nevojë, bravo, që bre. Zamën e modhe ka më. A jem ho, këtë në herë vushe. Po, njerë për bes, po. A mi jep 2 mjerë mu? Po, më repse jo. Sonte? Po, pasha besën t'i japi. Që bre? A mi, a kishtu me vetja jo? Pasha besën t'i... A kishtu? A ban ma si ta kry me misionin që dukna. Ja, live, dashta, live 2000. Ha? Bravo. Për bes, po. A din qysh... A mo t'i banaj, që shtojnë, ku t'i jep t'i zotit i mu? A din qështu kam që më thonë? Edhe huon e kalon zoti, se edhe na jemi kanë një kup në ashta... Bile ishtë se vapë. Aj që po jep kjo hua, po fëdej ke se vapë. Po, se une nuk e di për shumë... Kështu që jo 2000, 5000 jam i, se fito ma shumë se vapë. Për ty e kam, so në regull jam. Ndëgjësh, për ti nuk mi li po hojën, për shumë vish për qef. Ti e ki për një zërë. Jo, për pik qefit, jo, Allah, s'për ka dhe drejt, të më të rajt. Jo, për pik qefit nuk besaj se lip dikush hua, besaj. Edhe ta është, nëse ki mundësi, është mirë mja qelë derën, se në ashtaj që të të monimet për që ato pare. Ndoshta me që ato 2 mjerë shërën dikan, ndoshta s'ka hargjën shpe, për shamo, bok nuk kanë shpe. E ka shumë, pse do të me dhonë hua, unë me nëjë që kam shumë arsye. Amo njerëzve caktum, se ka njerëz që ata keq përdorin. Rajnë, po të hua. Po në kom posë edhe roste për shamull, kom do 1 herë, 2 herë, 3 herë, për personin e njëjtë, po flas, edhe dyqysh e boni si rutin, edhe Shumë e qinëshe. Do të mundolë pak, a kupta. Qka thej ke ku e lipshe? Po jo, a din qysh, mu vje dhe zërë pak mi kësi prap njerëzit. Mu vjen pak rënë. Pa e kitit mirë ti. Mu vjen keq, a din se nështë edhe unë një ku jam konë qashto. Mirë po, huojën do të me lypë për një zërë, për një punë. Jo për pik qefit, po du me blitë qamull një katë 2.000 euro, që ka i tja lypi 2.000 euro, për me bli një katë me do në televizion. Aja nuk është për mua arsyeshme. Qka ti kështë pa lyp ajo se ajo? Shoqë, a? Ta mbyllim këtë ja, të visë për të më ditë. Këtë arsye, hajtë se vushi më gjë. A lypin femnat huoni me se mos i pedi? Po lypin. Femnat dhe lypin? Po lypin. Dhe femnat? Edhe në kumë rrimër burë? Pse jo? Dhe ti, a? Po më kur kumë pasu në një nëzarë, për shemull, nëse ka shu që jam, pse mësë më kripun. Unë me nejë qështo. Okej, bravo, ushë më belqen që në më thonë ka kështu vajza burnore që ta këput kënobi, dhe na. Njerëzit e din, unë për veti nëse është nevoja, i japi. Bravo. Mirë po, aty ku nuk është të arsyeshme, nuk japi. Pse se dhe na, do më thonë, jemi tu i fitu parët, nuk kena tu i nuk parët për na i pëmë, ose t'i gjetë në tukë, edhe na po punojmë edhe pelojmë, për shambull, në kumë lonë 10 vjetë rinin temë për me më rriqë të ku jam sot, për që të pare, shambull. Ta është A me që të bonga më jep kesh, të di, të di so, para. Qysht kish qe. Bravo. Qysht dush. O, ti e qike mi. Bankomotin 24/7 për nën, ndash me bon. Sa ki limitin? Ska zaj. Okej, ama kodin edhe shko. Në vëndin ishtë një se përprejzaj, katerin edhe në regullina. Që bre, bush që është bajze mirë, unë për një me kam miket mirë edhe është kjo, bush që është qështu, si në emision, si jashtë, do në shok. Falenderisht. Apo na i qënë të fala gurbeqare, bushe. Po, e kam bërë një tekst. Veta? Po, e kam shkru vetë nga tërësia e shpirtit tem. Pse?
edhe më falni pak për emocionet, se ndoshta edhe nuk kam e mujt me interpretu mirë, se nuk e kom këndu asnjëherë, se do më thonë para 2 ditë e kom shkruar vetë tekstin. Shpresojmë që me orkestrën e mrekullueshme e kena mja dorë në bon sonte. Edhe inshallah ju pëlqen, edhe juve dhe gjithë mërgjimtarëve kudo që janë, edhe shqipët anë në bon botës. A ki dikon në gurbeta? Po, kam shumë familjar. Ki shumë familjar, për sa ke shkrujt, a? Kam shumë familjar, amo damore e zemrës, i kam 2 motrat, kam për jashtë, do më thonë, janë është në Gjermani, janë në Zvicër. E tash, vish ti e këtu motra, a? Jo, e kam edhe një këto. E një në vogël, a? Po, një janë do gjithmonë shpika një që të si rrinë. Mirë, po, motra është motra. Po, nërmolli, a? Po jo, se ato më vinë shpesh, që qërëzot e tash më dhe vizat njëve na. A janë më të vogël, a? Po, motrën e madhe kam 40 vjeçare. Një më kështë mrak më përsnika pak edhe muzikë, a? Po mërë në shaja, po. Krejt kemi qaj. A krejt që shtu jeni, a? Jo. Se na jemi familjarisht me muzikë, do më thonë. A po shko plema një bërek zamra jeme, të furat. Po, pret. Po? Mund të shtë edhe një kosë, ja plesimi. Një jogurt. 4 jashtë, do më 2 jashtë 2 këto. Po, e kam një motrë në Zvicër, e dyta i ka 35 vjetash në Gjermani. Po. Vllaun e kam. Martu, më tratë, më fëmijën e krynë. Krejt janë martu, veç unë jam pa martu. Dejnë kësmet. Dejnë kësmet edhe one. Të reje. Po, Ato si ke po 50. Hajde vushë për grupet qarë. Hajde. Shkojmë. Bismillah. Po. Kur u nisa në gurbet, shkova veç për do vjet, po nuk mujta ma me u kthy, shkoj kjo jet në vetmi, me punu dosh pa qare, me mridita me babale, e non e babo me ikzu, amanetin në venë mja qu. Ky motiv më mbajti gjallë, me punu shumë vite mall, me gjetë fort me jek mërzin, me mridita në me bashpin, rrobën mam kanë shoqnu, fjallët e babës m'kanë forcu, me pa djalin që kam ri, thoj kenona, o pasha këta fmi. Ju lumë, djem, a ban mikrofonin që flet vajza, po du me fol pak me këto temen që kam ofër, du mbaj pak zemër. Qka të pëlqen Kosovë? Ha? Më pëlqen shumë ajri i pastër. Ajri i pastër, a? Më shumë ajri i pastër. Ko ka në Bilic, do më thonë, aty është ajri fantastik. Ushqimi? Peskavica. Kush? Peskavica. Qa është kjo? Qa është ushqim, së më dorë të si atem dhe mirë emrin. Jo, si atu hiq. Po ma thuaj ti si... Sëgjuk. Sëgjuku të pëlqen ty. Sëgjuk. Po, sëgjuku të pëlqen ty. Varet. Varet. Si mërë varet, ai sëgjuku zvaret, ai hahet. Hajde. Po si hahet, si mërë varet sëgjuki, sëgjuki. Po si hahet, Mos me vjen në qafë edhe me hangër pastaj. A ke hangër sëgjuku të herë? Po, ke hangër, sigurisht. Po besoj si të gjithë. Po. Ti, Orgito, Na dhe marojmë Danieli, Angela. Na dhe e marojmë vetë. Na e marojmë Po, vetë. normal. Na e kemi recet sëgjukut kështu, është pak e djekës. Të më thonë, të shion pak me të djek pak. Të djek, Të pikant. shion, pikante. Qion. Mirë, a që jetu në Kosovë ti? Varet. 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 Po ose jo, varet. Po jo, unë jam mësu me Shqipërinë, me Se? Tiranën. Me Tiranën? Po. Çka e mësu atje? Zhurmat. E mësu. Edhe zhurmat po, me thonë drejtë. Po, Me ne mësojnë. pa zhurmë, s'ku e kemi pak... Hin pak, kështu paranoja hyn pak, po. Jemi mësu me zhurma, me rëmuja. Me rëmuj. A ke ndonë ti po, sigurisht. Po.
Ja, Po ti kështu. këllove, dhe ma herët pak të kim falë, mërë, dreqë, mërë, se... Ama është shumë që një mirë. Fajt, Është gjithë o vetu. gjithë ky nam njërë, thuj. Cilit pëlqen ma shumë ti pe këngëtarëve? Këngëtarëve, Ha, ka shumë, s'mund bëj një dallim. ha, një mërë burë. Po jo, nuk... Për nuk shembull, mund ta bëj. Ervin Gonxhi, për shembull. Ervin Gonxhi. është violinist, më fal. Jo. Ha. Ku është kamera ta? Përshëndesim. Këtë më rapa, këtu Ku të kamera shoh? ke sa Ah, dush. po mi pra s'di ku të shoh, se janë shumë tu, është studio shumë e madhe Ku këtu. ta shikoj, Se s'di di kush njerëzit që Ha, e madhe s'kan është, ha. ardhur. E përshëndesim Vin Gonxhin, Vinin e kam shpirtën. edhe unë e kam shpirt. Ah, Të lutem. bravo. Regjia i bëni gati kile së gjuk, pastaj jalloj me veti për Tiranë. Ti çem për Dibrane, gjithë. me na knu i kang Dibrës, i Hajedin Pash, ha? A pajtoni? Sigurisht që me kampi i Dibrës, mësë me knu Hajedin Pashën, është edhe pak marrë vushëm andej. Qysh, Hajedin Pasha... Qa thot, ja e di Normal, pasha. nuk bëhet fjalë. Ti, prap ti, ha? Po ti ishin nga Tirana, jo nga Dibra. Ama mi. Ha? Kam qef shumë të flas. Ti duhet nej kang Tiranë, se kështu nej... E bëjmë ma vonja, ma vonja, Ma vona? ma vonja. Mirë. E ja, kthej mikrofonin vajzës? Po. Ja, unë, ja, ti je mësafir këtu. Ah. Hey, hajre di pasha, oh po i bjen radi, i këzvalo ku janë këto malet e di, i brëzvalo ku janë këto malet e di brëz. Valo ku janë morë këto malet e ti, i brëzë bajno ku veno, morë në atë fushot gjori, i sës bajno ku veno, morë në atë fushot gjori, i sës. Fusho gjori të këso morët e kala, aja hajre di në pashën e ka gjeto bela, aja hajre di në pashën e ka gjeto bela, ja. Bravo, bravo. Bravo vajza të Dibrës, ju lumë se... Dibrës ma, Hajedin Pashën nuk ki pse i bjen ka Dibra. Marketing kthehemi me call krejt tash. Hajde. Qënë vjetat ka po turmala, o zëtet që kanë po dureshe, e ja ka visa me lue me keshe, e të dy bashk e kanë lidhë mi bese, o kur ti bojna ka 15 vjete, e të dy bashk në me
magnusja ju drejtue e as bada kem apo që i s'kam pru Josha Tirana, hajde Shqipëria! E qika po turesh në kamashue e këta që më tojnë ana janë tranue o me du pana që në zëmë du i que e Hasan Aga oj bijet kanë rue e atër qika para u pas ka dale o të shagën për mu e nuk duagan vetur varë me ljane e për skaj varët jau pas kanë marue e për mi varë lullet kanë lullëzu Faleminderit. Bravo bre Vushe, të këlloh zemra. Faleminderit. Ju të lumë, maestro, ju lumë të gjithëve se keni përcjellë në mënyrën më të mirë që duhet. Vushe, bravo. Hasan Aga. Hasan Aga është një këngë që nuk më nga në përdosma, në asë një dosëm realisht. Edhe më merë shumë mirë se edhe orkestra prej Shqipërisë, më përcjellën shumë mirë, pavarësisht që ishmi për herë të parë, besoj që doli diçka e mirë. Kur është kjo orkestrë, këta janë, dhe më thonë, gjigonda dhe... Se ka mundësi lut në një dorë të rëkitjet madhe. Patjetër. Orgito, që shpo ka lanë sonte? Shumë mirë. A e tu knaq? Që të kanga, a din ditë Hasan Agës? Jo. Për shembull vjen në Kosovë, thot dasmori e du Hasan Agën, shka i thu? Po, nuk e di. E mësoj, herë në ashme, kur të marrë ta ish njipin, kur të marrë ta ish njipin. Kur të vi, erën tjetër të mësoj. Ky edhe grande ka njoft Hasanin. Hasan Agën mëse. E ka njoft sigur se është i lashtë ky, është i thellë në muzikë. Do ato kitje për këtë qenë fantastik. I Shqipërisë të mesme, do të është Tiranës, kështu është. Tiranës, a? Dem babadem po thot. Dalidem. Bravo. Na çibadem. Vushe do as më do këtë më shumë Maqedonia. Po, unë jam Maqedoni që 7-8 vjetë, ama shumë. I rrit në dokët atje. Jam rrit edhe jam shumë falenderuese se falë popullit, do më thonë shqiptarve në Maqedoni që janë, ata më kanë ngritë ma shumë. Je zgatë shumë në qysh. Jo, më kanë rritë në karrierë, do më thonë, edhe më kanë prusat ku jam. Sa je gjati me Vushe?
Unë 1,70 jam pa shtikla. Pa taka, Pa 1,70. Sa jemi të posët problem në 2, unë i Po, them bre, shtiklat e taka, toka. bote me 7 pyta. E. Thasha kem halasis problem pas e 1,80 kem. me taka. 1,80. Dyqysh e kam një ndjen që ti atje në gjesh shpe për shpi shqiptarët. Nuk është që i ngjakejt, amo me fshatra, me kështu, pa ka shumë javdijat të tradita. Rebet e pak. Po, ato... Qepet e, Krejt teket ka e. pak, po. Javdi. Amo jo dhe krejtve, po Normale. disave, shumicës, më i me thonë po. Se jam që 7-8 vjet, ja unë mjavdit atë, ja. Tetov, Gostivar, ku ma shumë? Shkup, Tetov, Gostivar, Kërqov. Shkop, Kërqov, Strug, nuk e di akona i veç që s'kom kënu dhe i shtash. Ana. Nuk e di akona i fshat që edhe ka me... fshotrava, Nuk e di akona i fshat që nuk e kom këndu. Për një me Besoj- a? Mendoj që ka, veç një 90% besoj që i kam Shtu me fshatra. tahmin që të dojmë në shqiptarët, sa e ke martu dhe i stash atje? Po tash logarete 7-8 vjet, 7-8 Her 14 vjet, jo, që 10 vjet është. pi baj karrierë, 10, a? 10 vjet e logarete vitin 70, në vet, jo veç në sezon, 70 dashma në vit, a? Komplet vitin 60-70, po ajde peloj mesatare në 60, për 60, tanë vitin. 10 vjet. Për tanë vitin po flasim, jo veç për Bode, sezon. për tanë bode. Për tanë vitin, Për 10 vjet. tash ti logarete 600. për 600, 600 shpijet e ke bashku. po. 1200 bojnë, ka 2 Ka 1200. 2200. Herë 3 ata shtuën tani, 3 e 4 para me ndo. Për shta unë e kja nuk këthejmë, që unë e vushja s'kena me këthy korë. Qështu dopë ma mirë, qështu ma mirë kena me najtë, do këmi ma fit, ku me këthy gjatë. Njerëzit japin pare me u bosi na. Nuk mujnë, Nuk mujnë. Ja, nuk mujnë, ja s'ka shanca. Por gjithë mirë? A jeni mërzit? Jo, Hiq, fare më. hiq. Bravo, u knaqëm sante. Dojna me shtimin a këndu pak vajzën e lirit, që kja dhe të rritet ka më konë vajza lirit. Mandej shumë shpejt, bëhat e më i përveshëm i muzikës. Për në kërë një kongë tonën që e ki. Një kongë fantastike. Mirë, ta jep këtë mikrofonin e buqës, këta kjera me folë. Kur e ki bo këtë kongë? Kur, që sa ko? Po, bënja 3 muaj që është hedhur një tukë. 3 muaj, ja? Shumë. Do të thonë, sëmë dhe kemi na këndu live këtu. Po. Gati? Lule, lule, ti po m'sjen Baby, baby, boy Po kote ke me mu vala, vala Si dashni jam kaloj Lule, lule, ti po m'sjen Baby, baby, boy Po kote ke me mu vala, vala Si dashni jam kaloj Si fajn Zeta që ma shpine mi ke boj O si fajn S'jam ajo që ti para me nos Në shpit e tyve Zemrën që ta kisha thon Ishe drita syve E syve Qaj e kon jo se imaginon Lule, lule ti po m'sjen Baby, baby boy Po kote ke me mu vala, vala Se dashni jam kaloj Lule, lule ti po m'sjen Baby, baby boy Po kote ke me mu vala, vala Se dashni jam kaloj Lule, lule ti po m'sjen Baby, baby boy Po kote ke me mu vala, vala Se dashni jam kaloj Lule, lule ti po m'sjen Baby, baby boy Po kote ke me mu vala, vala Se dashni jam kaloj Shumë faleminderit. Marketing. Qysh po kalon sonte? Sonte vallaj po kënaqem. E lo pak, se rruga, e lo a, pak. e lo pak. Po, Në punë? po, që ja ka vlet. Ja ka vlet, a? Bravo. E them fillim që dikush kënon familje. Po kam babajn. Që kënon. Po. Pse se ke marrë sonte babën me Po veti? faktikisht Ha. kishte një punë
Një punë, a? Edhe kishte me frikë, a do e kapte dot emisionin apo jo. Ku ishte ai? Sonte. Ishte në një event. Në një event, bravo. Përveç babës nuk ka këndu dikush Jo, në familje. gjyshi ka qenë klarinetist. Gjyshi klarinetist, i mirë sigurisht. Ha? Gjyshi im ka qenë Ha? steg e vjetër. Perl. Po. A je sigurt? Po. Bravo. Sonte ta kena pru jo gjyshin, po babën. Qa thua? Po, më hajde mërë babë këtu. Hajde mërë burë këtu. Do atë rokitje për... Ha? Ha? Surprizë e bukur. Surprizë e bukur, ha? Si e mërë burë? Shumë faleminderit për ftesën. A erdhe mirë? Vallai mirë. Na genjeu sa kishte i punë. Se ka ditë që ka arë këtu. E ke djalin shumë pa genisht arë, po s'ka lidhje, kështu i lezetshëm. A ma mirë kënon djali, a ti? Më mirë të ndjali. A je sigurt? A është yti? Po. Ku pe din? Ku pe din, mërë ku? Okej, kështu pra një familje komplet muzikanta. Po. A të ndëgjon muaj më afer? A të ndëgjon kështu? A është i disciplinum? Shumë. Shumë. A ka naj ves? Ves. Ves. Nuk ka njëri pa i ves. Nuk ka një ves që është i domshëm. Po i ka të mirë kështu, të lezetshëm. Pa damshëm po. A ki mi thonë diçka që kursi ke thonë një tonë, po ki mundësi sot e mi thonë publikisht. Ose naj vrejtje, ose naj pse jo naj lavdat, ose... Qa mund t'i them unë Orgitos? Orgitos i them që vazhdoje pafsha sa më lartë. Bravo. Kur e kisha për herë fundit me nonë kështu, këto ka ndodhur tash në ditë ma ofër. Jas, besoj që e praktikon atë shprehje. Mundesh me bo këtu për herë të parë nëse se ke praktiku kur? Jo, bravo, ma mirë se jena para publikut, nuk ban. Pastaj, kus ti ke kamerat mundesh pak, nuk ka lidhje. Ju të dy sonte keni me na këndu bashk. Edhe kam qef, unë e kam qef shumë kur i kam kështu edhe djalin, po edhe babën, ose na thjet as babën me djalin, prind edhe djalë, sepse besoj që është ndjenje mirë për ty edhe për Orgiton me kënu bashkë me prindin ose me djalin. Shumë. Shumë, sigurisht. A jeni bashkë në për evente kështu në për ngjarje? Po, jemi edhe në për eventet të dy, por më shumë jam vetëm. Cili merr lekt periodi ku jeni bashkë këti apo ky piçpirik i vogël? Ha, babi merr lekt, ha? Do të thonë nuk ka geny. Ti merr lekt. Po. Ato të voglat, ato kështu qindrak. Ha, baba i lekve. Baba paf. Okej, atëherë do na më shku me ndëgju pak son dhe babë dhe birë, të e kodë atmosferën, por fillimisht pelojmë babën, pastaj Patjetër. vjen ti. Se je më i ri, pret, ke ku, i herë baba, Normal. sepse baba ty, dhe mund të ka rrit, të ka kështu, të ka shkollu, të ka supportu. Gjona shpije. Hajde për hajkoft. S'kene për juve. Faleminderit shumë, ne jemi këtu. A më në djeta duke me nduar si gjithë të tjera do të roj. Ah, bileta breva për të larguar në dhe të muaj do të punoj. Ai roblani sa largo qoj, val kur do të jo se bezoj. Zamëra më digjet, më mori mali, për nënën time që ta takoj. Kur veti jetën ma shkatëroj, lelele, kur veti jetën ama shkatëroj. A një ditë do të pranë në nëstime, i përmaluar në to të takoj. A se më ka rritur
me shondime, kur beti jetën, ma shkatëroj. Ai roblani, sa larg më qoj, val kur do të them, jo se besoj. Zamëra më digjet, më mori mali, a për nënën time, që ta takoj. A kur veti jetën, ma shkatëroj, le, kur veti jetën, ma shkatëroj. Kaloj edhe ky vit, patim kaluar shumat e dit. Kaloj vaj edhe ky vit, patim kaluar shumat e dit. Vojza shpekatet kur ja kujtoj, të shiur po vajtoj, jo s'me zova, se valaj, gjithmon me mdova, se më dol, si së erdi pa këgjina, i prej beje me una, si së erdi pa këgjina, i prej beje me una. Kaloj vaj edhe ky vit, patim kaluan shumat e dit. Kaloj edhe ky vit, patim kaluan shumat e dit. Në shashërojmë të kira ki, se s'kallon kjo jetë pati, kjo jetë pati, do s'ta arron më prizesh voj, ati të zes, ku ma dolet, e pa bes, që shkallonur si ma par, me magjina pas kallar, që shkallonur si ma par, me magjina pas kallar. Kaloj vaj edhe ky vit, patim kaluar shumat e dit. Kaloj vaj dhe ky vit, patim kaluar shumat e dit. Kaloj edhe ky vit, patim kaluar shumat e dit. Kaloj vaj dhe ky vit, patim kaluar shumat e dit. Kaloj dhe ky vit, patim kaluar shumat e dit. Kaloj vaj dhe ky vit, patim kaluar shumat e dit. Bravo! Si të duk baba të knu? Po baba, Ha, i ka dhomë veprat. ma heret.
Ka punu, Që më herët. ka punu Robi. Nga ky kam mësuar. Ka punu Robi, bravo. Po në shtëpi a knoni? Babi s'para kënon shumë shtëpi me thon drejtën, po Ua. unë i mërzisi çik me kitare, me Po, kështu. kështu, Na a? ka frymëzimi natën, them drejtën, nga ora Natën, 2 po. natës 3. Atëherë ka frymëzimi, Po, a? atë. Atë ko po që nuk je mirë ti, okej? Do me thonë, baba knën, e nin tu knun në shtëpi. Po, jo shumë. Aha, e tu këcy në herë? Jo, A në gjohë tu këcy? Hiq? Hiq, a? Okej. Tash e kemi një tu knu babën, tash hajde babën me djalin. Patjetër. Ha? Patjetër. Hajde bashkë. Me gjithë qef. S'kena për juve. Aman aman oj da dush E di ma mone zemrën prush Aman aman da dushe Do të dua ty për jet Aman aman oj da dush Di ma mone zemrën prush Aman aman da dushe Do të dua ty për jet Që pata me ty Të mora të vogël moj Uritën të ty Ka të shtia të bët moj Që pata me ty Të mora të vogël moj Uritën të ty Aman aman moj ta dush I ma bone zemrën plush Aman aman ta dushe Do të dua ty për jet Aman aman moj ta dush E di ma bone zemrën plush Aman aman ta dushe Do të dua ty për jet Ata shtite për të moj Që pata me ty Të mora të vogël moj Uritën të ty Ka të shia të për të moj Që pata me ty Mora të vogël moj Uritën të ty Aman aman moj ta dush E ti ma mone zemrën plush Aman aman ta dushe Do të dua ty për jet Aman aman moj ta dush E ti ma mone zemrën plush Aman aman ta dushe Do të dua ty për jet Ajde Jersey Sula! zemrën frush Aman aman ta dushe Do të tua ty për jet Aman aman moj ta dush E ti ma bone zemrën frush Aman aman ta dushe Do të tua ty për jet Ty t'ka papa qumë Ka papa qumë E t'ka papa qumë I kushën si bollu O ty t'ka papa qumë Ka papa qumë I kushën si bollu Kushën si bollu Qoni vogël do lokum Qoni vogël do lokum O që ka baba si bolum E ka baba
si bullum, si bullum, si bullum. Dit ka papa qume, hajde kushën si bullum. Hajde dit ka papa qume, kushën si bullum. Hajde dit ka papa qume, kushën si bullum. Oh, dit ka papa qume, kushën si bullum. Gjithë lezet Shumë I vogël gjithë lezet Gjithë lezet, gjithë lezet O që ka baba me gimet Me gimet, me gimet Që ka baba me gimet Me gimet, me gimet E dy ka baba qut Hajde kushën si bollum O ka baba qut E kushën si bollum Hajde dy ka baba qut Le kushën si bollum O dy ka baba qut Hajde kushën si bollum Hajde Mikeli Hajde Mikel Osmani Kushën si bollum Ti ka baba qum Kushën si bollum Hajde ti të ka baba qum Lej kushën si bollum E ti të ka baba qum Lej kushën si bollum Jemi gati kafuni, e kemi ndëgju të kënu babën me djallë, bravo. Faleminderit. Ha? Mirë me kënu me babën, ha? Është mirë, është Shumë respekt, shumë vaj. Shumë. Latësi. S'beshtim babën pak me gitarë me kështu s'pranan. Ja, s'pranan. Se ka me qef shumë me të mbredh. Jo, se ka me se. U mësu në atë stilin e vjetër. Aj, e ka mësu ustahi mandej me klarinet. Mirë, jemi ullë kështu për mija, a din kur vjen funi, Mikeli e din, kështu e dim tona që shkojmë në për evente, në për gjithmonë isin do në fund e kanë qatë mja po qefin. Ata 2-3 isin, po s'mundesh mja për qefin. Kështu që vushja o bogati sonte me hi me taksim ka dal, po më dhimen këta që janë me akademi për një arsye. Dhe më thonë këta në fund mujt e morin veç rogën. Ta bakshish nuk din me morë shkretit. Do të mi mësu më në kitë pjesë pak me morë bakshish. Do të mësu më pak se më dhe i roga shkon shpejt. Pastaj me prit rogën është gjatë 30 ditë, kështu që problem është. Une du mi ju falenderu krejt veçinjarë sonte. Edhe vajza që kanë sonte për herë të parë, edhe ty për herë të parë. Shumë faleminderit. Djemë të orkestrit, na i kemi shpeshtu dhe kena mi pas vazhdimisht. Mikeli ka më në ardhë shumë shpejt se kemi premtu që ka më në ardhë me një super emision, kështu që këta janë një band fantastik. I kemi pas ma herë, kena mi pas prap. Bushe, a i e gati, oj kunot me mshel që është din ti, kështu. Mas pare shpëtim falemderit shumë Faleminderit për juve. emisionin, edhe shpresoj që kena me kalu sonte mirë. Besoj se deri tash kalu mirë, po me Patjetër. përmbyll mirë. Edhe njerë do shta më të falenderu shumë për ftesën që ma keni ba. Edhe tani kam dëshirë me mbyll me një taksim të A do me janis kështu në tonën, a? Pak. Pa, bushja, dhe më thonë, trak shpirti i banë, se s'monet, dhe më thonë, pa dal pak të rruga vetë, nuk i flenë shpirti, nuk i flenë shpirti. Shkuva ka shkuva pe që t'i pari si. Nuk i flenë vërë shpirti, a i na gati? Gati. Qishtë urdhën e me janis. Kry. Hajde. Oje kom një shpëtima, o hajde veç këtë vene, jalla veç këtë vene, o zotit dha shpëtima,
o djalo bereqete, o hajde bereqete. Inshallah mas do mu jesh pëtim, e djallë në thira pete, o pasha sytë e balit, o shpëtim kena orde, e hajena të bue. O ty t'ka shpëtim Tirana, o djallë o sonë të këtue, o jalla hajde këtue. Edhe ka dalo, e ka aman aman, jalla ku vazhdova. O në Kosovë shumë të davushe, jalla e shkrumova edhe hajde, jalla qitja timin. O në Kosovë shumë jaman aman, hajty be prej gzimit. Lelelej, lelelelelej, lelelej, lelelelej, lelelej, lelelelelej, aman, aman, of aman. Je pongoni shoko hajde, o haj mor ju vllaznije, o haj mor ju vllaznije. O knohet Allavaja, e jalla me qeqpije, o pasha sytë e balit, o shpëtim kena orde, o hajena të bue. O lutju zoti djalo, o lutju perenise, o lutju perenise. O ju ka knua vushja, o hajde veç karshije, o hajde veç karshije. Knohet Allavaja, e hajde rafshka dale, o hajde rafshka dale. O ku peknoj shpëtimin, e qatë ma të mirin djale, e qatë ma të mirin djale. O zoti dhëm shpëtim, e djalo bereqete, o jalla bereqete, ti e din shpëtim, e kush t'bon muhabete, e kush t'bon muhabete, po kënon vushem jaki, o nuk kushton radia, o nuk kushton radia. O po kënojmë të Allava, e pa kon kajdet mija, e pasha sytë e balit. Knohet Allavaja, o jalla hova hova, o jalla hova hova, letnanin Tirana, e letnanin Kosova, e letnanin Kosova, hova. Je pognoj këtë vena, o qysh ja kam zanate, o haja kam adete. O jem t'ju knua hajde, o jalla me vullnete, o jalla me vullnete. O hajde Tirana. E haj shpëtim o djall, flutura si zagu i malit, e haj si zagu i malit. O ty t'ka o shpëtima, e jalla vushem jaki, o haj prej Ferizajit,
O ju ka knu Tirana, o jalla veç me qefe, o jalla veç me qefe, hajto djalo hajde, e qomani gazele, e qomani gazele, zja! Hajde shpëtim djali, që yeah. E të lëva o hajde, e kuhina ku dola, e kuhina ku dola. O letranin këtë ven, o jalla krejt Kosova, o jalla krejt Kosova. Ju kënon bushem jaki, e letranin dushmani, o letranin dushmani. O kështu ja ka zanat, e nana veç shqiptari, e jalla veç shqiptari. O ku peknojo tash, o jalla Gjermanien, o se lapa e përmenen. Zvicrën su e din, o sti harrova krejte, e sti harrova krejte. O gosti varin nana, e jallan kom ta qojna, e jallan kom ta qojna, of of. Letnanin hajde, e jalla kjo te tova, o jalla kjo te tova. O ramata lavajen, o djale me një tupane, e hajden kajde te fit. Ju knoj ta lava, e jalla prej vullnetit, e jalla prej vullnetit. E ka dal o djal, e me malshu qat def, e te fat me gjam pare, hey! L'kajde te fit, jalla unë vazhdova, e letnanin peja e Gjakova. E ju kem knu, jalla hiq palue, e dejl saba, o shpëtim keme knue, e se kem njet, o hajde hiq me shkue. Kure lujim na shoten, kure lujim rrugoven, ka me gjoj me Kosoven, e ta në diasporen. Kure lujim na shoten, kure lujim rrugoven, ka me gjoj me Kosoven, e ta në diasporen. Që Hajde Tirana, Jasha Bendi, zjarë. Po qudit e t'ky Zvicrani, a qfar jetë e banë shqiptari, me forme Lamborghini, as pak s'po ju të remësini. Po qudit e t'ky Zvicrani, a qfar jetë e banë shqiptari, me Porsche Lamborghini,
pak s'po ju të re me pësyni, kur e lujmë në shoten, kur e lujmë rrugoven, ka me qoj me Kosoven, jeta në diasporen, kur e lujmë në shoten, kur e lujmë rrugoven, ka me qoj me Kosoven, jeta në diasporen, ja la 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 la. Faleminderit shumë. Tu luta por ishte ko. Ju kënu zemra, e keni qath një në Shqipëri. Një këngë fantastike e krijuar nga mjeshtri Flori Momajesi, e interpretuar nga Flori gjithashtu dhe Shkurtë Gashi, dy bilbila, që sonte ju na keni këndu live. Bravo! Jena krejtësisht në fund të këtij emisioni. Faleminderit krejt stafit tonë që e bën këtë emision të përjafshëm dhe e realizon në mënyrën më të mirë të mundshme. A pajtoni? Mos e pajton guzofsh. Kështu që faleminderit për stafit tonë, faleminderit krejt publikut tonë, krejt botën ku na shikojnë dhe ndëgjojnë. E kanë këndu një baladë thash, fantastike, tash do të mbyllim me një super instrumentale. A pëtani më arë tonë këtu? Hajdini tonë. A mundini më arë dhe ju, bushe hajdini me vojzat, ta mbyllim këtë notë sonte me një instrumental nga ky band fantastik që kemi pas sonte. Maestro, e në gati? Hajde, këthejemi ka kamerat, 3, 2, 1, shkojmë!